Vetvritet një pacient i spitalit psikiatrik të Elbasanit duke e varur veten me një çarçaf. Viktima është Resmia Arapi, 46 vjeç, nga Lushnja, dhe sipas bluzave të bardha ishte një pacient kronik që vuante nga probleme serioze mendore. Sipas drejtorit të këtij spitali, Kamber Balla, 46 vjeçari, kishte braktisur ambientet e spitalit me datën 20 gusht dhe ishte kthyer më pas ditën e së dielës. Mungesa e Arapit është vënë re teksa personeli mjekësor bëhej gati për të vënë në gjumë pacientët, ndërsa pak çaste më vonë, viktima është gjetur i vetvarur në tualet. Është rikthyer dje rreth orës 3 apo 3:30 mbasdite, edhe është futur në spitalin psikiatrik të Elbasan, në pavion nr. 7, nga kujdestari dhe infermieri, duke i thënë atyre që më ka pru policia. Se kujdestari dhe infermieri nuk shikojnë jashtë spitalit, shikojnë pjesën e mbrëmshme, duke qenë pacienti aty reparti prej shumë kohësh, është futur në spital dhe është ka filluar trajtimi. Është lajmëruar edhe mjeku i rojës, edhe është aplikuar një valium për ta qetësuar. Ka shkuar pastaj në momentin që ka qenë duke hëngë darka dhe në marrim të darkës, kur kujdestari dhe infermieri kanë qenë duke marrë me punët e tyre për t'i stabilizuar në dhomat përkatëse, për t'i bagati për gjumë, rreth orës 10:10 është lajmëruar që pacienti në fjalë është parë me çarçaf në banjë. Në moment që to kanë shku, akti ka qenë i kryer, ai ka kryer vetvrasje me çarçaf në banjën e repartit. Duke u nisur nga kjo ngjarje, janë pezulluar nga detyra 2 kujdestarët e turnit, si dhe janë paralajmëruar për përjashtim nga puna 2 infermierët e shërbimit. Nga ana tjetër, drejtori i spitalit psikiatrik shprehu shqetësimin për mbipopullimin e këtij spitali, ku aktualisht nga 310 shtetër, që është kapaciteti maksimal, aty janë të shtruar 337 pacient, duke krijuar vështirësi edhe tek ekipi mjekësor për kujdesin që duhet të ushtrojnë ndaj pacientëve. Në lidhje me këtë vetvrasje, prokuroria është duke hetuar për të zbardhur shkaqet e plota të saj.